Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetjet, selamet më të mira mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me rrëfimin e ngjarjeve të cilat na ka i rrëfy, na ka i tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot do të ndalemi me një ngjarje, me një tregim të cilën e ka nxjerr Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë një person, një njeri, derisa ishte duke ecur rrugës në një fushë, e ndëgjon një zan nga lart, një zan prej reve, duke thënë u jete arën e filanit, apo vadite bashkën e filanit. Dhe këtij personi t'i boni përshtypje ky zan, dhe vazhdoi ta ndjek këtë re derisa e çoi tek një arë të cilën e kishte ujit këto re. Dhe ishte tubuar me një puset dhe një person kishte qenë duke punuar në këtë arë. E pasi që e përshëndeti e pyeti çush quhesh, si e ke emrin, ai thot filani. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka përmend emrin, nëse nuk kanë rëndësi nganjëherë emrat dhe detalet, sa ka rëndësi mësimi dhe ngjarja që ka ndodhur. Dhe ja përmend emrin të cilën e kishte ndëgjuar lart në re. Dhe ai po e pyet, thot, pse po më pyet për emrin? Thot, nga se e kam dëgjuar emrin tënd duke u bërë përmend lart në re, duke i thënë u jete arën e filanit. Thot, çka punon ti? Çka bën me këtë arë? Me këtë bashkë? Me këtë bereqet që ta ka dhënë Allahu xhelle xhelalu? Thot, kur e marr bereqetin, kur i korri këto bereqete të cilët mi ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu, thot, një pjesë e jap sadaka. Një pjesë prej saj e ushqej familjen time dhe të tretën e saj nga fara që mbetet e lan për me mbjell në vitin e ardhshëm. Cili është mesazhi i kësaj ngjarje, po këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Fillimisht nga ky hadith kuptojmë vlerën e sadakas, vlerën e lëmoshës. Sikurse edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e pakson sadakaja pasurinë. Nuk e pakson sadakaja pasurinë. Andaj edhe nga kjo ngjarje kuptojmë se si Allahu xhelle xhelaluhu i ka qu bereqet këtij personi. Edhe Allahu xhelle xhelaluhu e ka veçu arën e tij, edhe bashkën e tij që me ujit, vetëm pse ka dhënë nga pasuria e tij. E ka nxjerr nga ajo mirësi të cilën Allahu e ka begatu, ju ka dhënë të tjerëve. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala për çdo ditë çon me laçe të cilët bajnë dua për ata i cili jep në rrugën e Allahut. Bajnë dua për ata të cilët japin sadak dhe ju ndihmojnë nevojtarve. Për ata transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk zdrit dita vetëm se Allahu xhelle xhelaluhu i çon dy melaçe, i zbret në tokë të cilët luten. Njëna prej tyre çka thot? Allahumma ati munfiqan khalafa. O Allah, jepi atij i cili jep, kompenzoja, zëvendësoja, shumoja atij i cili jep prej pasurisë. Kurse tjetra melaçe thot Allahumma ati mumsikan talafa. O Allah, ai i cili e shtrengon dhe nuk jep, paksoja pasurinë e tij. Shkatroja pasurinë e tij. Këtë hadith e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi. Andaj kjo është lutja që e bojnë melaçet për ata i cili jep në rrugën e Allahut. Për ata i cili bën bamirësi dhe jep sadaka për pasurisë e tij. Veç asaj, sadakaja është deponimi më i mirë prej veprave që i deponon robi i tij për në ahiret. Andaj çdo sen që jep ti në rrugën e Allahut xhelle xhelaluhu, ajo është ajo e cila do të mbetet tek Allahu dhe do të deponohet në xhiro llogarinë e veprave tua në ditën e gjykimit. Dhe jo ato të cilën ti e shfrytëzon. Për ata transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se e kanë prej një dele dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që atë dele mishin e asaj me shpërndan në mesin e banorëve të varfër të Medinës. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj e ka pyet: "Oj Aisha, a ka mbet diçka prej asaj deles?" Aisha radhiyallahu anha, nana besimtarëve, ishte përgjigj. Thot, ka mbet një kofshë e saj, apo ka mbet një këmbë e saj.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e tëra pas ka mbet përveç kësaj kofshës. Që kuptojmë se pejgamberi sa ka dashur me thonë se gjithë ato të cilin e keni dhënë dhe keni shpërndar, ajo ka mbet tek Allahu. Ajo deponohet prej veprave të mira. Kurse ato çka kanë dal për veti me shfrytzu, ajo nuk çon pesh tek Allahu subhanahu wa taala. Kurse ka mbet ato të cilin ti i ke dhënë për Allahun xhalla xhelaluhu. Pastaj vëllezër të ndershëm, sadakaja, lemosha, bamirësia është njëra prej shkaqeve që i shlyn mëkatet. Është njëra prej shkaqeve që i shlyn gjunahet, sikurse ka ardhur në hadithin që e ka nxjerr Imam Tirmidhiu nga Ka'b ibn Ujra se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sadakaja i shlyn gjunahet sikurse e shun ujë zjarrin. Sadakaja, lemosha i shlyn mëkatet sikurse e shuan ujë zjarrin. Për ata të lumit ata të cilët e kanë dorën e lirë dhe japin në rrugt të Allahut. Të lumit ata të cilët ju ndihmojnë të tjerëve dhe janë bamirës me të tjerët. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ruajeni veten e juaj. Në hadithin të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam keni frikë zjarrin e xhehenamit. Ittaqun nara walau bi shiqqi tamr. Ruani prej zjarrit të xhehenamit qoftë edhe me një gjysmë hurme. Sadakaja është mburoj nga zjarri i xhehenamit. Përveç se është pastrimi i gjunaheve, sadakaja është mburoj nga zjarri i xhehenamit. Pastaj vëllezër të ndershëm, prej shumë të mirave që ka sadakaja, është edhe ai raporti që ti e rregullon mes Allahut, mes teje Allahut, po edhe me robrit, edhe me njerëzit. Ku din ti se ndoshta 1 dinar, 1 euro, apo një ndihmë që ja ke bën dikujt, edhe e ka bën një dua të sinqert për ty, ajo dua mund të jetë shpëtim për ty ditën e gjykimit. Ajo dua mund të jetë hyrje në xhenet për ty në ditën e gjykimit. Ajo dua të jetë shkak që ti me pas përfundim të mirë në këtë dunja. Për ata për ngjarjeve mahnicës që kam dëgjuar në lidhje me këtë çështje, tregohet se njëri prej selefëve që ka qenë për njerëzve të devotshëm dhe ka bën shumë namaz, ka bën shumë ibadet Allahu xhalla xhelaluhu. Mirë po, një komshi, një fëmijë të cilën kishte afër, nuk e adhuronte Allahun. Dhe shpesh herë mundon të kjo se çysh me i bën davet këtij kujshis. Çysh me ndihmu këta që ky me u kthy dinit Allahu subhanahu wa taala. Nga se besimtari gjithherë ajo që ka më shumë të e mundon është që t'i shet të gjithë në rrugën e Allahut. Të gjithë ata të cilët i ka për rreth ka dëshirë t'i shet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu duhet jetë qëllimi i besimtarit. Dhe një natë të shen një ëndër. Sikurse i vjen një zall dhe i thot se duhesh të shkosh në umre dhe bashk me ty ta marrësh edhe kujshin tënd, filanin, të cilën ky e kishte derë se çysh me thirr në Islam, se çysh me baj ibadet, çysh me prun xhami. Edhe ky quhet me nxjes i banitur, thot po filanin çysh me marr numre, kurse ky s'din me fal namaz, s'ka xheru kur, është larg dinit Allahut. Natën tjetër është po të njëjtë ëndër. E pastaj shkon tek një dietar, thot duhesh me ma komentu këtë ëndër. Thot nëse e sheh edhe për herën e tretë këtë ëndër, thot përgjigju asoj kërkese. Quaj kujshin tënd thot në umre. Edhe po të njëjtën natë, hera e tretë e shet të njëjtën ëndër, të njëjtën porosi. Në mëngjes shkon te kujshia, tërkot derën dhe i thot: "O filan, thot kështu kam me shku në umre. Çka mendon thot kisha ardhur dhe ti me mua në umre? A kishe pranu?" Thot po me gjithë shefun isha ardhur në umre me ty, po unë nuk di me fal namaz, unë nuk di me bëj ibadet Allahut. Thot po shumë letun ta mësoj namazin. Edhe ky njeriu i mirë jam mëson namazin, me fal. Edhe nisen për në umre. Momentin që mbrin në Qabe e bojnë tavafin rreth Qabes, edhe masi që e kryin tavafin nalen tek makami Ibrahim për t'i fal 2 rekate nafile. E pasi që hyn namaz në rakatin e fundit në sejdë nuk ngritet me ky kujshia i tij. Edhe ky kur e sheh, thot ka vdek, ka dhënë shpirt. Subhanallah, çuditet për një kohë kaq shkurt, çfarë përfundimi Allahu xhelle xhelalu i dha në vendin më të mirë, më të dashur të Allahut, në ibadetin më të dashur të Allahut xhelle xhelalu në sejdë, se çysh i japi përfundim Allahu subhanahu wa taala. Thot pa dyshim se këtu ka diçka, ka një fshehtësi që unë nuk e di, që Allahu xhelle xhelalu ja mundsoi këtij personit për një kohë kaq shkurt të udhëzohet në rrugt të Allahut, ta kryen këtë ibadet edhe t'ia merr Allahu xhelle xhelalu shpirtin në namaz. E pas se u kthy prej umres, po e pyet familjen e këtij njeriu. Thot çka është puna këtij burrit ton pe vetat gruan e sij, që ka vdek thot këtë gjendje, këtë përfundim kaq të mirë. Thot çfarë vepre ka bën ky person, që unë nuk e di. Thot vallahi e kena pas afër thot një plak, një kujshike, që se ka pas askënd, s'ka pas as djalë, as
as burr, as fëmia s'është kujdesur kurkush për to. Thot edhe ky burri jam gjithherë është kujdes për to. Dhe i ka sjell ushqim dhe ju ka përgjigj kërkesave të saj në ndonjë nevojë, në gjë me kry. Thot dhe sa herë që i ka dhënë ushqim dhe ju ka përgjigj kërkesave të saj, i ka ndihmuar në çështjet e dunjas, thot i ka bën dua, o Allah jepi përfundim të mirë këtij njeriu. O Allah jepi përfundim të mirë këtij njeriu. Thot këta e di që e ka bën këtë dua. Thot subhanallahu, kjo ka fshehësia e saj. Se Allahu xhelle xhelalu shkak i asaj duas, shkak fillimisht i kësaj bimirësie që e ka bën ky njeri me këtë plak, e pastaj duaja e këtij nevojtari ka qenë shkak që ky person Allahu xhelle xhelaluhu mi dhon përfundim të mirë. Andaj sadakaja mund të jetë njëra prej shkaqeve që Allahu xhelle xhelaluhu më dhon përfundim të mirë. Pastaj lemosha, sadakaja është njëra prej shkaqeve, njëra prej sebepeve që Allahu xhelle xhelaluhu ata të cilët japin sadaka, Allahu i fut në ditën e gjykimit të hijen e arshit e tina. Prej 7 llojeve të personave që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah, që ka thonë për 7 persona, 7 lloje njerëzve, Allahu subhanahu wa taala i fut në hijen e arshit e tij në ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut. Ka përmend, ka thonë wa rajulun tasadaqa bi sadaqa, thotë një person i cili ka dhënë sadak, mirë po e ka fsheh atë, saqë nuk e ka ditë në mënyrë alegorike, ka përmend pejgamberi sa në këtë hadith, saqë nuk e ka ditë e majta e tij se çka ka dhënë djathta atij. Ka dashur me përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam madhështinë e ihlasit në sadakan e tij. Saqë nuk e ka ditë dora e majt se çka ka dhënë djathta e tij. E këtë lloj personave Allahu xhelle xhelaluhu e fut në ditën e gjykimit në hijen e arshit të tij. A ditë ku njerëzit kanë nevojë për hije, a ditë ku njerëzit etën dhe i mbulojnë djerset e tyre. Andaj kjo është fadileti, kjo është si më thon ajo pozita më e lartë që jepet atij i cili jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj sadakaja është njëra prej shkaqeve që muslimani arrin përmes saj devotshmërinë. Edhe njëra prej shkaqeve që Allahu xhelle xhelaluhu i fut robërit e tij në xhenet. Për ata thot Allahu subhanahu wa taala: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna." Thot dhe vraponi, buni gara në falin e Allahu subhanahu wa taala dhe në xhenetet e tij. Arduha as-samawati wal ard, gjërësia të cilit është sa gjërësia e qiellit dhe të tokës. Uiddat lil muttaqin, Allahu ka thënë është përgatit për të devotshmit. Kush janë këta të devotshmit? Prej cilësive që Allahu i ka përmend këtyre të devotshmit ka thënë: alladhina yunfikuna fi s-sarra'i wad-darra. Thot ata të cilët japin, ata të cilët japin sadak, ata të cilët ju ndihmojnë dhe janë bamirës, qoftë kur i kanë punë të mirë, apo qoftë edhe kur i kanë punë të ngushtë, janë njerëz dordhanës, janë njerëz bamirës ndaj të tjerëve. Andaj kjo është edhe ajo merita më e madhe që synon çdo musliman me arrit xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, edhe kjo arrihet përmes derës së sadakas. Edhe kjo arrihet përmes derës së sadakas. Gjithashtu prej mësimeve, prej mesazheve që nxjerrin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se njeriu shpërblehet në saj të veprës së tij. Nga origjina e veprës që e ke bën, nga soji i veprës që e bën, Allahu xhelle xhelalu të shpërben përmes saj. Sikur se ky person ka dhënë nga bereqeti asaj arës që e ka furnizuar Allahu xhelle xhelaluhu dhe Allahu subhanahu wa taala ja ka kompenzuar, ja ka shtu bereqetin. Saqë prej kerameteve që ja ka dhënë këtij personit, Allahu e ka veçuar arën e tij që me ujit me ujë. E ka veçuar arën e tij. Vetëm se ka nxjerr sadak prej atij bereqetit që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë. Për ata ka një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, hadithin kudsi që pejgamberi që Allahu subhanahu wa taala ka thonë anfiq unfiqu alejk. Jep, Allahu ka thonë jep nëse don unë të jap ty. Nëse don që unë me të jap ty, jep. Jep nga ajo që ka begatuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj prej mesazheve, prej mësimeve dhe urtësive që nxjerrin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe kuptojmë vlerën e të fituarit të pasurisë halal nga mundi dhe dora jote. Nga mundi dhe djersa jote, që muslimani të mos bëhet të barë dikujt tjetër. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lavdëruar atë person i cili ushqehet nga mundi dhe djersa e tij. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilën e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka hangër dikush ushqim më të mirë khairun qat, se sa ai i cili ka hangër prej mundit dhe dorës së tij që ka punuar.
Pastaj e ka përmend se Davudi alayhi salam nuk është ushqyer vetëm se nga dora e tij, vetëm se nga mundi dhe djersa e tij që ka punu. Dhe krejt për fund prej urtësive që kuptojmë nga ky hadith apo nga kjo ngjarje është edhe vlera e të shpenzuarit për familjen dhe fëmijët e to. Po dikush mund të më thonë, po ne kam obligim, patjetër, e kam amanet me ushqy familjen time. S'ka dyshim. Mirë, po edhe në atë mundin që e bën ti për familjen tënde, për fëmijët e tu, duke u mundu që me fitu riskun halal dhe me ushqy halal, kish problem. Edhe llogaritet sadakat tek Allahu subhanahu wa taala. Për ata ndëgjoni këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilin e ka nxjerrë Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që është më të vërtet hadith madhështor. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ka thonë një dinar nëse ti e nxjerr edhe jep në rrugt të Allahut. Wa dinarun anfaqtahu fi raqaba. Edhe një dinar të cilin e nxjerr e jep për me liru një rob. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala al-masakin. Sot dhe një dinar të cilin e nxjerr dhe e jep për të varfrit, për nevojtarit. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Edhe një dinar të cilin e nxjerr thot edhe e shpenzon për të afërmit të tu, për familjen tënde, a'dhamuha ajran, ka thonë më shumë ti prej këtyne 4 llojeve që i ka përmend, që kish problem tek Allahu, thot alladhi anfaqtahu ala ahlik. Thot është ato të cilin e ke nxjerr dhe e ke dhënë për familjen tënde. Nga ky hadith nuk kuptojmë se tash duhet me injoru sadakajen ndaj mesakinëve, ndaj nevojtarëve, apo në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur me tregu shpërblimin e madh që ka ai i cili mundohet me fitu riskun halal, edhe nuk e çon atë risk vetëm se në ato që është i kënaqur Allahu xhelle xhelalu, duke u kujdesur për familjen e tij dhe fëmijët e tij. Për ata prej komentimeve që i kanë dhënë dietarët rreth këtij hadithi, është se ai i cili jep për familjen e tij, ai i cili ushqen familjen e tij me halal, i ka 2 shpërblime. E para, se ka kry obligimin që e ka ndaj tyre. Ka dhënë sadak. Edhe e dyta, e ka forcu lidhjen e tij farafisnore me familjarët e tij. Gjithashtu prej komenteve interesante në lidhje me këtë hadith është se ai i cili jep për familjen e tij e ka obligim. Kurse ai i cili jep sadak për të tjerët është sunet. E cili ka shpërblimin më shumë? Ai i cili e kryen obligimin ndaj Allahut. Dhe me thonë, atë cilin t'i e jep për familjen tënde e ki obligim, edhe për këto shpërblehesh. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka vlerësu ata i cili jep për familjen e tij shumë më shumë se sa i cili jep në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, për të tregu vlerën e atij i cili fiton halal dhe ushqen familjen e tij halal. Pastaj gjithashtu prej mësimeve nga ky hadith që kanë nxjerrë dietarët është se ka thonë ai i cili kujdeset për familjen e tij që me ushqy me halal, thot e di që e ka obligim, edhe aty thot s'ka mundësi me hisë e faqësia. Kurse sadakën që e nxjerr për të tjerët, e sidomos kohën tonë, ku çdo kush që e jep një të mirë dhe bën me të mirë, shumica e njerëzve sot e fotografojnë, e postojnë, e reklamojnë. Këtu ka mundësi me hisë e faqësia. Kurse për familjen tënde, ato e di se ki obligim dhe e jep, thot dhe këtu kjo sadakë që e bën për familjen tënde, thot është më e ruajtur nga sy e faqësia. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ai i cili kujdes për familjen e tij e ka llogarit sikurse me dhon fi sabilillah. E ka llogarit në gradën e atij i cili jep në fi sabilillah në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sikurse transmetohet nga pejgamberi, nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një ditë kanë kaluar me pejgamberin pranë një personi i cili kishte qenë duke punu në arën e tij, në pronën e tij, mirë po me zell, me vullnet. Edhe disa prej sahabeve i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot sikur të ishte kanë ky mundi i tij, ky zelli i tij që po e buj ka në punën e tij për hatër të Allahut, fi sabilillah, në rrugt të Allahut. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ai i cili punon për t'i mbajt dhe për të kujdesur për fëmijët e tij, thot ai është fi sabilillah. Ai i cili punon edhe jep mund për të ushqyer prindrit e tij, ka thonë ai është fi sabilillah. Edhe ai i cili punon për të arrujt fytyrën e tij dhe mos të bëhet barrë të tjerëve, thot edhe ai është fi sabilillah. Kurse ai i cili punon për sy e faqësi, ose për tu garu me të tjerët në pasuri, ose për tu lavdru, apo nga mendje mallësia, thot kjo është fi sabilillah shejtan. Andaj kjo është ajo vlera që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e atyre të cilët kontribojnë, shpenzojnë nga pasuria halal
për t'i ushqyer familjarët e tij, për t'i ushqyer fëmijët e tij. Nga se e kundërta ka gjëna, ai i cili ka pasuri dhe e shpenzon në haram. Sikur se ka shumë njerëz sot të cilët i shohim ditët e sotit që ka pasuri, mirë po pasurinë e tij e çon në kazino. Pasurinë e tij e çon në bixhaz. Pasurinë e tij e çon në alkool dhe në gjëra të ndyta, kurse fëmijët e tij mbesin keq në shtëpinë e tij. Andaj ky në anën tjetër ka dënim. Për ta dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mjafton për robin t'i shkruhet gjuna që ta largon amanetin që e ka ndaj fëmijës tij, që e ka ndaj familjes së tij, që ta hub atë amanet dhe mos t'ia jep hakun ashtu si duhet. Andaj këto ishin disa prej mësimeve, prej urtësive që kuptojmë nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahun subhanahu wa taala që të na bëj për atyre të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe na do bëjnë dobi këto këshilla në jetën e përditshme. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillah.